vendose pikërisht këtë vit me dhënë fund ose me pensionu nga sporti i handbollit? Realisht unë ka 2 vite që mendoj sinqerisht pensionimin për shkak të aktiviteteve të shumta që i kam jashtë fushës së handbollit. Ideja fillestare ka qenë për shkak që unë gjatë gjithë karrierës e kam pas numrin 19, edhe numri 19 është numri me fat. Plani ka qenë që në 19 vjetorin e karrierës ose të handbollit që unë pensionohem që ta vazhdoj ato për numër, mirë po Prishtina ka qenë edhe është në një krizë viteve të fundit, sidomos në aspektin financiar, kështu që vitin e kaluar për mua ke pamundun që me u tërheq edhe me pa ekipën në atë formë siç ishte, kështu që vendosa që ta shtyj edhe pas diskutimeve edhe me kryesinë e klubit edhe me lojtarët, vendosa që të vazhdoj edhe një vit. Unë mendoj që për një sportist profesionist ose gjysmë profesionist, nëse muj me quajt veten kështu, është shumë e rëndësishme me ditë kur është momenti që ti më u tërheq nga jeta aktive, nga sporti aktiv, për shkak që është një shprehje te na sportista që është më mirë me lënë ti sportin se me të lënë sporti ty. Sidomos në aspektin e përgatitjes, handbolli kërkon një përgatitje shumë më të madhe se ndoshta krejt sportet tjera, edhe për shkak të angazhimeve jashtë handbollit, për shkak të angazhimeve jashtë fushës, për mua ka qenë ndoshta edhe pamundur edhe me marr pjesë në çdo stërvitje që shko marr pjesë ose që shkom qenë në 19 vitet e kalume, sidomos vitin e fundit. Kështu që unë mendoj që sidomos në konsultim me babin tim që ka qenë treneri jam i parë, mentori gjatë këtij rrugtimi, erdhën në përfundim që tash është momenti më i mirë që unë me u largu prej